Në kohën e Homerit, ai njeh shumë mirë këtë gjendjen si është në Epir, nga që ka përballë edhe në Akarnani, zakonet, ligjet e këto gjëra të tjera, po nuk njeh ato të Trojës. Atëherë do të që ta ilustroj. Edhe këtë do mundohem që ta shpjegoj më qartë me atë rritet e varrimit të Patroklit që është atje. Është komplet rriti i Epirit edhe i Lirisë, nuk ka të bëjë fare me rritin grek, as me Trajanët. Do të më falë profesor, qëndrojmë edhe një herë. Patrokli që e vrau Hektori, ishte miku ose po themi njeriu më i afërt i Akilit, kur pasi do të them kur bëri ceremonialin e varrimit, ju thoni që gjithë ato që ne kemi parë me imazhet e filmit, se ku do ose nga ajo që kemi lexuar Homerin, ai vendosi mandi 2 monedha në sy. 2 monedha. Po, janë ato që pagohet këront ana ky kur kalon me bark ai nga një anë në anë tjetër të Sfiksit të Aherontit. Po? Ajo është pagesa që ti pagesa. Dhe i vën flakën e lëndartarit. Po, do të thotë gjithë ky ceremoniali, duke thënë, nuk ishte i riteve të Trojës, as greke. Ja. Po ç'e ishte? I Epirit i Ilirëve. I Epirit dhe i Ilirëve. Po. Tani si tua themi ne grekëve, profesor, po bëj një pyetje aq të trash, po aq të mos e thuaj do thotë se ka një gjë të tillë që thon nuk ka vesh më të shurvullt sa ajo që nuk do të dëgjoj. Si thua edhe një herë të lutem? Nuk ka vesh? Nuk ka vesh më të shurvullt sa ajo që nuk do të dëgjoj. Okej. Mbaruam me këtë koment, vazhdo me foton tjetër, profesor? Besoj, do të shikoj, këtu të fillon ty në vlorën, arikumi herë futet, herë nuk futet. Po pra, deri ku arrinte skaj veriori e Epirit? Është disa e futin në arikumin e futen në Epir, disa nuk e fuset. Jo, ku e fut apo lëmbat që them unë? Nën arikumin, do thotë. Nuk e prek? Jo, nuk e prek. Po Beratin, Fierin, Lushin? Jo, fare. Nuk arrin fare, s'ka lidhje? Jo. As Skrapari nuk është Epir? Ata janë gjysim ti të kanë thënë nga Kolonja. Nga Kolonja, ka qenë nga Leskoviku. Po, nga Leskoviku. Ka qenë më kam si sultanet, do thotë kaj me kam në i vilajetit Janinës. Të Janinës. Ajo e kapte Beratin, vilajetit Janinës. Okej, foto tjetër. Kjo është Itaka, do thotë një... Kjo është Itaka? Po, në vitit 1820. Itaka 1820, do më pasi u dojsh, profesor, 1200 vjetë para lindjes Krishtit. Qa ndodhi? Me Itakën nuk ndodhe në gjë që nuk u se di si... Jo, pasi u dojsh Troja, them. Me Itakën pasaj dhe këthimit e Odiseut, qa ndodhi? Në të shkuptim. Do më thënë, mbaroi luftë e Trojës. Po. U kthye Odiseja, triumfoi. Çfarë ndodhi me Itakën? Me Itakën do thotë ja bëri atë që i ka bërë një monedh me të Odiseja. Kesh pati famë? Famë, do thotë, shiko, këto janë kostume e pierote, mund t'i quash të kësaj zonës, po shikohet... Këto në Itak janë kostume e periote? Po. Po tani Itaka je duke thënë profesor që ishte e periote, se këtë s'me kuptoj. Shiko, këte është një mix kulturës në këto vëndet. Do thotë kjo nuk është tamam greke, kjo nuk është tamam epirote, kjo nuk është tamam vlahe. Është një gjë e përzirë, nga që këtu fillojnë e përzirën, atë del një mix që hajde gjë se ku e ka fillimin, ku e ka fundin. Po kjo është qyteti, do thotë, i Itakës. Qyteti do thotë ishulli i Itakës. Po, ishulli i Itakës me vendbanimin e tij. Kemi diçka tjetër për të komentuar këtu? Ja. Okej, foto tjetër? Të lëvizet e... Po, kjo është shumë interesante. Nga Troja për një Itak. Do të thënë, mbaron lufta e Trojës. Pa. Niset Odiseja me sa, mos gaboj me 300? 200-300? Aq. Niset me anije dhe përshkruan këtë rrugë. Në fillim në Ismarus. Çfarë është Ismarus? Së di fare. Po, vazhdon Lotus Itërës?
Vete ata ngrënësët e lotësit, lotës janë disa lloj lulesh, jo në gjë me interes edhe vetë. Ato pjesa që ka pe kjo nuk është në gjë kush e di si. Po? Që andej vete ke ciklopi. Po, si është? Tash po mund të bëj kalim edhe rikthim. Patjetër. Atëre, ma kaloj një përpara. Do thë pas. I taka. Jo, pas. Këtu. Jo. Back. Back pra është, back është kjo. Okej, forward. Forward është tjetër gjë. Po. Atëre, këtu është një vazë e shekullit vitit 500, Po. në cilën është Odiseja me ata shokët e tij që i qisin syt ciklopit. Edhe është pak a shumë do thotë historia është e tillë që e dehin me verë. Pileja ku e ka në dorë atë kupën. Është më tepër ajo. Por e dia shakull. Më falni? E dia shakull, do të thon kështu. Pa, çati do shefit derisa është nuk ka pas dëshmitar, mund ta quhet çat duhesh. Jo. Aty e ka dëshmitar ja, është prova profesor. Dëshmitar, po kjo është e vitit 500, do thotë kjo që ka ndodhur lëvizje e këtij është 1200-s. Ata marrë një të djegur e ndezën atë dhe i qisin syrin. Dhe kjo është e bukur se ky pyet këtë Odiseni, thotë, si të quajnë, askush, thotë. No one. Edhe no one. Edhe kur i drejtohet Poseidonit, se ky ishte i biri Poseidonit, thotë, më qede sy, thotë, më bëri, po kush ta bëri, thotë, askush, thotë, pa atëherë mbler hati. Ishte zgjuarësia e Odiseus. Zgjuarësia e Odiseus. Okej, bek këtu tani. Pa. Kthehemi brava, të lutem regjia. Po. Tani, nga ciklopi ku shkoi? Ciklopët vetë ke Lestregonët, është përpata do thotë janë njerëz se cilët tani i pyete kam unë profesor, si arriti tani, do të thonë ai nuk u kthye për një tak, po përfundoi në Gadishullin Po kjo është Apenine? perilli i të gjithës, po të kthej një tak nuk do kishte Odise. Po jo, ai shkoi atje për shkak të pamundësisë, po themi, për të udhëtuar normalisht? Jo, do thotë kjo është një pak a shumë një cikël në cilin si argonautët që lëvizin ndaj këtej e ikin. Do thotë është një mënyrë që ti ta lëvizësh tër skenarin nga një pjesë në pjesën tjetër që mund të jetë interesante, që mund të jetë ndaj këtej, se po të jetë puna do thotë me logjikë ti ikin nga traja vetëm një tak me një herë. Po pse s'vati një tak me një herë? E priste gruaja, e priste djali. Po e morën erën atë, mori e pauzu me olin me të mbretin e erës, hapje të dikush nga ta që ishte Padashe. I japin një shakull. Shakull. Se ke fjallë ke shakulli, japin një shakull, edhe i thotë Perëndia, thotë, këta kje kujdesë se këtu e më futur të gjithë ernët, erët e kje të janë. Një nga ta dehet se që bën, e hapë shakullin edhe e merë era, edhe e qonë andej këtej, kjo është justifikimi. Tash ja ka pas shakull me erë, këta nuk e di. Dhe nga gjashta? Vete ke Circe. Circe. Po, dhe është ajo Shteriga, Magjesterica, që i bëri, shokët e këti i bëri derë. Derë, i ktheu derë. Jepi këtej, do thëtë back. Back. Jo, nuk e di a back a forwards. Edhe një tjetër? Kjo. Derët këta? Dera kafshë gjërët të këtila, më parashin të Odises, cilin nuk desh që ta bënde. Po, këta gjithë të tjerë... Circe e do dhe për vete, Odisen, prandaj nuk e bëri derë. Po, përndaj. Edhe kjo është shekullit 6, është me figura zeza, kjo është Kilix, ato kupat që pinë, do thëtë, po të shohë është të 2 vegjet anës, i kapin ka vegjet edhe e pinë duke e ardolluar. Kjo është paka shumë do thëtë ajo me Circën, ja munduar që ka piktura sa duhesh.
po janë të vona. Kurse këto unë jam munduar që të sjell sa më të hershme. Sa më të hershme. Që është shekullit të 6-5. Okej. Para Erson. Tani ecim përpara apo pas? Vim para ke harta. Te harta. Është gjithë një harta na udhëzon. Ja, presim një moment. Ja, nga aty nga Qirçe tani? Po, vete ke Skila dhe Karibda. Skila dhe Karibda do thëtë kanë qenë fsheja Gushtica e Mesinës, Po? Aty po të kaloj Nga Sicilia në kontinent? Po, nga Sicilia në kontinent. Do thëtë aty janë shkëmbit që përplasen njërë me tjetërën. Edhe Skila ishte një përbindës, edhe tjetër ishte një kafsh deti në këta. Edhe aty i rëmbejnë disa, i gjenë momentin që ata shkëmbit mbyllen, në momentin që mbyllen, këtë nisët edhe arrin që të kaloj mes për mes tynë. Do thëtë kjo është Gushtica e Mesinës, që sot duan të ndërtojnë një urë. Po, është një projekt i vjetër. Ka që kohë që bëjnë talla nuk e bëjnë dot. Më shpejt do bëhet Durrës Bari se sa ajo. Po, kinesët për shembull kanë bërë një urë 4 herë më të gjatë se ajo bërë në 2 vjetëve. Po. Nga aty pastaj kaloi te Kalipso? Ke Kalipsoja. Çoja parap. Dhe të ka luajtur një aktore madhe, po do flasim pas më vonë. Ku tani të ecim përpara tani? Ja, Bek. Nuk e di që Bek. Përpara tani. Ec përpara, jo Bek. Edhe një, po pra. Këtu. Kjo është me Serenat, Kjo është ajo tortura? Jo tortura. Që e lidhin aty? Po, këngët e Serena... Që u thot vetë ai më lidhni? Po, këngët e Serena kanë qenë shumë të bukura. Edhe duke i dëgjuar ato ti ma gjepse që dhe përplasesh me shëmbinte, edhe këtu ishte Vareza Anieve në këtë kohë. Gjithë anijet mbyteshin aty? Gjithë anijet mbyteshin nga që vinin Serenat këndonin, do thot janë, shko këto i ka bërë si harpije. Harpijet janë këto gratë me fytyrë njeriu dhe me trup shpendi. Dhe në fillim të mbysin me glasa, pastaj do thot fillonin edhe të çirnin, të sulmonin, të bënin e shikoja edhe këte që ajo vjene këtu në jazuari me dyll, vesh. Vesh, që mos dëgjonin asgjë. Mos dëgjonin, vetë e lidhën tek Direku. E jo tha që mos ndëgjonin, sado që t'ju lutem që më zgjidhni, më bëni këto tjerat, mos më zgjidhni. Dhe ky arriti dëgjoj ato këngët e lutit e Serenave që jo thoshin që hajde dil në brek tek ne dhe nuk doli dhe kështu që ania hec.